Bashkia e Konispolit ka hyrë tashmë në sezonin e vjeljes së agrumeve dhe ullinjve. Drejtoresha e bujqësisë Morena Baçi thotë se ky vit ka ardhur me rendiment më të ulët krahasuar me një vit më parë, por pa problematika të theksuara që të ndikojnë ndjeshëm në prodhim. Ashtu siç e dim të gjithë, Bashkia e Konispol tashmë ka hyrë në sezonin e vjeljes së agrumeve, gjithashtu edhe ullijve. Me ullijt normalisht kemi pas ndonjë problem. E vetmja gjë është që kemi sasi rendiment më të ulët këtë vit në krahasim me vitin e kaluar, por që nuk kemi probleme. Nga kontaktet që kemi me fermerët përsëri edhe rendimenti i agrumeve është pak më i ulët. Ka filluar diku te 15-20 tetori dhe pritet të mbaroj fund dhjetori ose edhe mes janari, varet. Konispoli njihet për sipërfaqet e mëdha të mbjella me agrume, të cilat përbëjnë rreth 90% të kulturave bujqësore të zonës. Kultura kryesore mbetet mandarina, ndërsa pjesa tjetër përfshin portokallet dhe kultura të tjera shoqëruese. Vazhdojmë me agrumet, domethënë mandarin, portokalle, agrume në përgjithësi kemi diku te 1250 hektar për afërsisht. Pjesa më e madhe normalisht është mandarin, diku te 45% është portokallë. Në total në territorin e Bashkisë Konispoli janë të mbjella rreth 1200 hektar tokë bujqësore. Prej tyre 490 hektar janë me ullinj, 70 hektar me sheg, 40 hektar me arra, 7 hektar me kivi dhe 12 hektar me limona, duke e kthyer zonën në një mozaik kulturash të ndryshme. Aktualisht në këtë bashki janë të regjistruar 860 fermerë aktiv, të cilët kontribuojnë në ekonominë dhe kulturat bujqësore karakteristike të Konispolit. Pavarësisht sfidave të sezonit, puna e tyre mbetet motori kryesor i prodhimit lokal.